Përshëndetje të nderuar, kudo që jeni, selamu aleikum. Ju përshëndes dhe dëshiroj sot të flas diçka në lidhje me një temë të cilën unë e kam titulluar veshja islame. A ekziston një veshje e tillë islame e cila është uniform për gjithë muslimanët në të gjithë botën? Mendimi im nga ajo që unë mund të konstatoj është se një veshje islame uniforme, unike në gjithë botën për gjithë muslimanët, diçka të tillë nuk ka, nuk ekziston. Pse? Sepse edhe veshja si e tillë në këtë rast është diçka që varet nga shumë faktorë. Si për shembull, faktori i parë është faktori kulturor. Pastaj, veshja varet edhe nga tradita e një populli, e një komuniteti, e një shteti, e një vendi, e një territori të caktuar. Veshja varet edhe nga zakonet që i përdor, që i kultivon një popull. Në këtë rast edhe po të jenë me fe musliman. Pastaj, si faktor shumë i rëndësishëm është faktori klimatik. Klima, kushtet klimatike, gjeografia e një shteti, që padyshim ka një rol të jashtëzakonshëm edhe në veshjen e njerëzve, në këtë rast, nëse doni, edhe të muslimanëve. Dhe shikuar në përgjithësi, pra sipas këtyre faktorëve, plus minus, sepse ka edhe faktorë të tjerë, por këta janë ata si më të rëndësishmi që i përmenda, pra varet edhe veshja e një komuniteti. Dhe ne nuk mund të flasim për një unifikim, për një uniform veshje muslimane apo islame për gjithë muslimanët në gjithë botën njësoj. Një gjë e tillë nuk ekziston. Pastaj, nëse bëjmë pyetje se a ka një rregull, a ka një normë e cila e përcakton veshjen islame. Për këtë mund të themi se një gjë e tillë ekziston. Pra, edhe në qoftë se nuk është e shkruar si kod i veshjes, një gjë e tillë ekziston. Dhe do kisha thënë se nëse një musliman apo një muslimane del nga hapësirat private, pra e lëshon vendin e banimit, banesën apo shtëpinë, dhe del në publik për të kryer punë, për të shërbyer, për çfarë do që tjetë, për të bërë pazar, nëse doni, atëherë muslimani dhe muslimanja, kur janë në publik, pra jashtë ambienteve private, ata duhet, 2 pika, të veshin rroba të gjëra, të veshin rroba të gjata, të veshin rroba të cilat janë të pastra, janë të bukura, por janë të thjeshta dhe janë modeste. Dhe, që është shumë më rëndësi, rroba të mos jetë e shkurtër, ose shumë e shkurtër, dhe çka të mos jetë transparente. Rroba të mos jetë e tejdukshme. Pa këto 3 sende, të gjëra, të gjata, jo të shkurta dhe jo transparente, janë 3 sende të cilat e karakterizojnë, do thosha një normë, një rregull të veshjes islame, që vlen për të gjithë, pa marrë parasysh ku jeton ai musliman apo ajo muslimane. Prandaj, nëse bëhet pyetje se si ka qenë në kohën e profetit të Zotit, në kohën e profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi te,
mbulesa e kokës, si për burrat dhe për gratë ka qenë e zakonshme. Pse, do thonit ju? Për arsye se pejgamberi i Allahut, profeti i Zotit, ka jetuar në Gadishullin arabik, ka lindë dhe ka jetuar atje. Pra, kjo kush mbulesa e kokës apo e trupit me rroba, me pëlhur, i ka mbrojtur ata nga rrezet e forta të diellit të shkretirës. Dhe me ardhjen e Islamit, kjo gjë sa ka filluar që të jetë edhe të fuqizohet pak edhe më shumë. Normalisht, sepse Zoti në Kur'an neve na thot, mbuloni pjesët e turpshme të trupit. E pjesët e turpshme të trupit të një mashkull dhe të një femër nuk ka nevojë as hoç, as teolog t'i sqaroj këto. Dihet kush janë. Dhe për muslimanin është një gjë e tillë me rëndësi, pra të mbulohen pjesët e turpshme të trupit, dhe ky mbulim duhet të bëhet me rroba të gjëra dhe të gjata, pra jo të shkurta dhe jo transparente, jo të tejdukshme. Ju shpesh të nderuar e ndëgjoni fjalën hijab në kohë të fundit, apo? Ajo është bërë disi edhe si modë, pa e hap ende një rrjet social, sikur se që është Instagrami, TikToku, Facebooku e kështu me radhë, ju hasni në postime, në fotografi, në portrete të grave të reja, të grave muslimane, të cilët bëjnë marketing në përmjet shamis, në përmjet mbulesës, në përmjet fustaneve të ndryshme. Mirë po, a është hijabi mod? A është një trend të mode hijabi? Ai është shndruar në një trend të mode, por hijabi nuk është mod. Hijabi është mbulesë. Prandaj, fjala hijab rrjedh nga arabishtja që do të thotë perde. Pra, kur dikush është në shtëpinë e tij private dhe dëshiron që dikush në obor, ose nëse banesa, shtëpia është afër rrugës ku njerëzit kalojnë, pra çka bën? E tërhiq perden dhe fshehet pas perdes, ose shkon pas perdes, që mos të duket ambienti privat i shtëpisë jashtë, në rrugë, në obor, në korridor, kudo që është. Pra perdja shërben për tu çka? Për të mbrojtur. Nga kush? Nga syri i huaj, nga syri i tjetrit. Dhe kur thuhet, kur e thot një grua muslimane, e kam vendosur shamin dhe kam vendos të mbulohem sepse kjo më mbron, dalin ata islamofobët, ata kritikët e islamit dhe thonë, shiko, kjo e mbron ka një copë, shtofi e mbron ka këte. Po mëre, sepse hijab do të thot të mbrosh, perde në Shqip, për çka nevojitet perdja? Të mbroj, të qirët mos të shohën në ambientin tonë privat, në dhomë, në ku t'jesh, në shtëpinë tënde, apo? Ti çka bon? Tak, e hek perden, e vendosen perden, që të mos të shohin, pra mbrojsh, ore. Edhe një grua që e vendos hijabin, mbrohet. Pra, edhe një herë, hijab vjen nga arabishtja dhe do të thot perde, por në rastin konkret, për ne muslimanët, ose për një grua muslimane, për një vajzë muslimane, hijab do të thot një pëlhur e madhe, një shall i madh, me të cilin, çka? Një grua muslimane, një nën muslimane, një vajzë muslimane, i mbulon flokët, e mbulon kokën, e mbulon qafën, i mbulon veshët, por dhe e mbulon edhe çka?
edhe gjoksin. Kush ngel e zbuluar ose i zbuluar, cila pjesë e trupit në këtë rast? Ngelin fytyra, duart dhe këmbët. Pra ky është hijabi. Të mos e ndërrojmë, të mos e përzijmë me termin nikab, sepse nikab është të mbulosh e tëra dhe të duken vetëm syt. Por a është kjo islame, është një diskusion tjetër. Ajo që përshkruhet në Kur'an është ky hijab, pra të mbulosh, sepse Allahu në Kur'an neve shkurt e qartë na thot mbuloni turpin tuaj, pjesët e turpshme, atë që është e turpshme tek ju gratë dhe tek ju burrat. Ulni shikimet e juaja, thot Allahu në surën El-Nur në ajetin 30 deri 31, pra kjo është surja me numër 24 në Kur'an, e ju të nderuar e të nderuara mund të lexoni edhe vet ajetin 30 deri 31. Por ajo që unë dua ta them dhe ajo që duhet të kuptohet është ne duhet ta mbrojmë pjesën që është e turpshme tek njeriu, qoftë mashkull, qoftë femër. Kur jemi ku? Kur jemi në publik. Pra, jemi jashtë ambienteve tona private shtëpiake. Atëherë duhet të kemi të veshur rroba të gjata, rroba të gjera, rroba jo të shkurta dhe rroba që nuk janë transparent, që nuk janë të tejdukshëm, sepse mund të veshni një fustan të gjatë, por nëse nëpërmjet atij fustani ju duken rroba tjera që i keni përfundi, kjo nuk është hijab, kjo nuk është islame. Ose do të vim pastaj deri te kjo, kur do të flasim në fund të videos pak se çka është ajo që nuk është e lejushme, pra që është no go në veshjen islame. Por një pyetje tjetër që mund të shtërrohet është a ka ndryshime mes regjioneve islame kur është në pyetje veshja islame? Po, edhe atë shumë. Ne folëm në fillim të videos për atë se kush janë faktorët të cilën ndikojnë që veshja islame nuk mund të jetë unike. Nuk mund të jetë një uniform e caktuar. Dhe në këtë pyetje a ekzistojnë dallime, a ekzistojnë ndryshime mes regjioneve, mes vendeve, shteteve? Po, edhe atë shumë. Për shembull, e marrim kështu. Një grua muslimane në Turqi nuk veshet edhe pse është muslimane. Ajo nuk veshet si një grua në Arabinë Saudite, në Emiratet e Bashkuara, në Bahrein, Oman, ku do ati unë, Katar. Ajo nuk veshet si një grua në Maroko, në Indonezi, në Tunizi. Dhe gratë, për shembull, në Bosnjë e Hercegovinë, në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipëri, nuk veshen si gratë në Uzbekistan, Taxhikistan, Afganistan e Pakistan. Apo, edhe pse janë me feje çka? Musliman. Por, çka ndikon që ata edhe në veshje të dallohen? Ndikon kush? Faktori kulturor, para së gjithësh, pastaj faktori tradicional, pastaj zakonet e vendit, zakonet lokale, pastaj kushtet klimatike, kushtet gjeografike. Në një vend malor, ju mund të jeni musliman i devotshëm, musliman i devotshëm, por me çka do vesheni? Me gjëra të trasha, sepse duhet të mbroheni nga i ftohti. Ju nuk mund të vesheni me një vend malor, ku 4 stinët e vitit ndryshojnë për 24 orë, me gjëra të cilat janë me do qarqafa, mbulez dhe ukry, por duhet të keni gozof, duhet të keni jake, dimni, apo diçka tjetër, një mantel të trash. E kështu me radhë, e kështu me radhë. Por brenda këtij konteksti që ne e përmendëm, a ka diçka që
nuk shkon as pak, që është no go në veshjen islame. Po, një gjë të tillë ka, një gjë e tillë ekziston, e kush është ajo? Ajo është sipas mendimit tim se burrat, pra edhe burrat, edhe gratë, duhet të veshen dhe të kenë një kujdes të veçantë gjatë veshjes së tyre. Por, veshja e tyre duhet të jetë e pastër, duhet të jetë e thjeshtë, duhet të jetë veshje modeste, por ajo që nuk ka mundësi të jetë dhe që nuk shkon është që veshja të mos jetë që e imponon, që e thekson dhe që e zbulon figurën, pjesën e trupit të një muslimani apo muslimane. Gjithçka tjetër është zgjidhje e cila i takon personit që veshet dhe mendon dhe beson se është veshur islamikisht. Total në rregull. Në qoftë se i ka rrobat që janë të gjëra, që nuk ja imponojnë trupin kërshit tjerve, që nuk i theksojnë pjesët e trupit kërshit tjerve, që nuk i imponojnë pjesët e trupit kërshit tjerve, qoftë burr, qoftë femër, atëherë krejt është në rregull, sepse një detyrim se duhesh ka të veshet një grua muslimane në Shqipëri si ajo në Riyadh, në Mekë, në Medinë, në Rabat e Fes, në Uzbekistan, në Pakistan, në Afganistan, kjo nuk është konform islamit. Si e tillë është për ta hudhur poshtë, sepse është ideologji, nuk është normë islame. Normë islame në këtë rast është që një nënë islame, që një motër, një vajzë muslimane të veshet konform rregullave islame që i përmendëm edhe më lart, e që janë rrobat e gjëra, rrobat e gjata, të mos jenë të shkurta dhe të mos jenë transparente. Por të mos shpejtojmë ne si burra dhe një gjë të tillë t'u ambeshim vetëm grave. Se ata duhet të mbulohen, por ne burrat mund të bëjmë çka të duam. Sikur se pash para disa ditëve një video në Qabe dhe një burr i ri moshës 30-35 ka shku atje dhe bën tavafin. Më ndëgjoni me kujdes. Kush e di sa nga ju edhe e kanë pa këtë video, sepse qarkullon në për mediat sociale. Gjithandej. Sepse nëse unë e kam pa, e keni pa edhe ju, sepse është publike. Dhe ai burr musliman me ihram i veshur për ka dalë dhe i tregon muskujt e tij në Qabe, ku tavafin e bëjnë edhe motra, edhe gra, edhe nana, edhe vajza muslimane. Kjo nuk shkon, o njerëz. Kjo është no go. Ti zotni, nuk e kry as umre, as haç. Edhe njëherë, unë ta them, edhe ta thot i gjithë Kurani, ta ka thonë edhe profeti para 1500 vjetëve. Ti duhet kesh kujdes, sepse ti nuk mund të imponohesh me figurën tënde në Qabe dhe atë ta postosh në rrjetet sociale, në TikTok, Instagram e ko, edhe të mendosh se ti ke kry haxhin ose ke kry umren. Kjo është turp. Kjo është për të ardhur keq. Dhe kjo nuk është as pak islame. Sepse neve, Kurani na mëson që të jemi të thjesht, modest, të mos imponohemi. Ne nuk mund të imponojmë trupin ton, edhe po të jemi të mbuluar. Por mbulesa ka motra muslimane që mbulohen, që kanë vu shamin në kokë,
Mirë po, a e keni pa? Sepse ti si nuk e ku i qonë. Kur vjen atë një video dhe bën reklam. Dhe ajo, si veshet? Ajo veshet ku imponohen të gjithë pjesët e turshme të trupit. Dhe pse e ka vesh një fustan të gjatë? Kjo nuk është hijab. Kjo nuk është mbulesë, o njerëz. Dhe për këtë, Allahu neve na thot në Kur'an, janë të shpëtuar ata të cilët i mbulojnë pjesët e turpshme të trupit të tyre. E pjesët e turpshme dihet kush janë. Prandaj kujdes nga këto gjëra, sepse tendenca është që edhe hijabi është shndruar në një lloj mode, në një lloj stili të modës. Besoj se këtu edhe ju pajtoheni të gjithë. Unë me kaq po e përfundoj, mendoj, besoj, shpresoj se i dhash pak një lloj përgjigje, sa do pak të vogël, kësaj teme që dikushi mendon se për muslimanët vlen veshja për gjithë njësoj. Jo, sepse ajo varet nga aspekti kulturor, tradicional, geografiko, klimatik, social e tjerë. Letë mos i futim gjërat të gjitha në një thes, por letë mundohemi të bëjmë diferencim, jo dalim, diferencim. Pra, ti masim gjërat pak më mirë. Dhe të mos shpejtojmë me gjykimet tona. Sepse fundit nuk jemi ne ata të cilët duhet të gjykojmë dhe nuk jemi ne ata të cilët ja caktojmë dikujt se ku do e ketë vendin pas vdekjes. Kjo është vetëm në duart e Zotit, i cili na ka krijuar dhe vetëm Zoti i disponon, i posedon çelësat edhe të xhenetit edhe të xhenemit. Neve kjo nuk mund të jetë një gjë e cila duhet ne ta kemi në dorë. Dhe të mendojmë se ne e posedojmë sepse pak a shumë kemi filluar të dimë diçka. Rreth fesë, rreth religionit, rreth Kuranit, rreth teologjisë islame. Prap se prap. Ajo që prej neve kërkohet është të kemi konsiderat, të kemi respekt me njëri tjetrin dhe mundësisht nëse e dim një diçka, ta sqarojmë nëpërmjet argumenteve racionale, njerëzore, humane, etiko-morale e tjetra, le t'i mbetet Zotit në duart e tij. Sepse në fundit, ne ndoshta edhe duke shpjeguar diçka, mund dikend ta kemi ofenduar, mund dikend ta kemi, ku ta di unë, ta kemi lënduar. Prandaj, unë për gjithçka kërkoj ndjes nëse diçka e tillë ndodh, gjatë shpjegimit të videove të mia, gjatë prezantimit tim nëpër video. Prandaj, unë nga i gjithë komuniteti im që më ndjek kërkoj ndjes, kërkoj të më falë, dhe unë i falë në fundit të gjithë. Sepse ne jemi të gjithë njerëz, jemi të gabueshëm, nuk jemi të gjithdijshëm. I gjithdijshëm është Zoti, vetëm ai është perfekt. Dhe vetëm ai di të gjitha, dhe vetëm Zoti e njeh të vërtetën absolute. Ne mund t'i dijmë të vërtetat relative. Mund dijen relative, por ne nuk kemi dije absolute. Ne nuk kemi në disponim të vërtet absolute. Dhe ne nuk kemi në disponim edhe të drejtë absolute. Nuk e dim kush është e drejta absolute. Prandaj kujdes. O Zot, ti i ke në dorë zgjidhjet tona. Edhe zgjedhjet tona. Prandaj na oriento, na drejto dhe na forco në rrugën e drejtë, në rrugën e cila
në ditën e llogari dhënjes, para teje, o madhëria e gjithë universit, do jetë rrugë e shpëtimit. Dhe neve na ringjallë o Zot me ata më të mirë. Amin. Kujt i pëlqen video e ime, do të dëshiroja i bëj thirrje, i bëj luqe, i bëj ftesë që të abonohet në kanalin tim. Islami është ndryshe. Hidajet fetahi. Dhe në këtë kuptimin Islami është ndryshe, unë dëshiroj me atë modestin time që e kam, që të jap një kontribut sa do pak të vogël që të sqaroj një diçka në mënyrë pak më qeterfare, që të mos jetë si ajo CD-ja, që gjithë një është njësoj. Ju falenderoj nga zemra që keni durim që i shikoni videot e mia, dhe wallahi, me një sinceritet të plot ja u them, dhe dëshiroj që të vazhdoni të shikoni videot e mia dhe mundësisht ato të shikoni nga fillimi deri në fund. E gjithnjë u jam mirënjohës në qoftë se ju komentoni, por në komentet e juaja ju kisha lutur ta lëreni gjuhën e urrejtjes, gjuhën e ofendimit, gjuhën e lëndimit dhe të poshtërimit në shtëpi. Mos e hudhni atë në komente, në YouTube, në Facebook, në rrjetet sociale. Kush dëshiron të komentoj, le të komentoj përmbajtësisht, pra konform kontekstit të temës së videos, jo jashtë saj. Falënderit edhe një herë. Paçi shëndet. Ju prift e mbara, Zoti qoftë gjithnjë me ju. Esselamu alaikum.